Selam aleikum, nëse je udhëzuar tani dhe nuk ke falur namaz, a e ke obligim që ti kompensosh? Wa alaikum assalam wa rahmetullah. Islami e fshin atë çfarë ka ndodhur më parë. Tani me fal namazin inshallah. Allahu ju rujt, Allahu ju pranoft, Allahu ju forcoft dhe ju amundësoft që me bo sa më shumë vepra të mira. A lejohet të falim namazin pa marrë abdes? Allahu të rujt. Amin, Allahu ju rujt edhe ju. Pastërtia është prej kushteve që të quhet namazi. Pra duhet me marrë abdes. Vetëm në rast se njeriu e ka të pamundshme, pra të gjej ujin, apo është i sëmur dhe ka ndaluar që të përdor ujin, këtë rast merr tejemmum. Pra këto janë rastet veçanta, ndërsa namazi pra që je në gjendje normale, prej kushteve që të quhet namazi, duhet marrja abdesit. Allahu i rujt. Hoxh, tani kam filluar të fal akshamin dhe yatsin. Elus Allahun e lartësuar për këtë gjë. Masha Allah. Elus Allahun që të forcoj. Elus Zotin e gjithësisë që të ta pranoj. Është mirësi e madhe që njeriu të fal namaz. Është mirësi e madhe që njeriu ta nis një ndryshim në jetën e tij. Masha Allah. Ke filluar me 2 namaze. Namazin e akshamit dhe të yatsis. Elus Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj të falësh edhe namazet e tjera. Gjithsesi, unë të përgëzoj se është një hap tepër i mirë. E ke filluar një ndryshim. Me lejen e Zotit gjithësisë, në vazhdim, pra tjetë synimi me i falë të 5 vaktet, që janë shtylla e dytë e Islamit. Kush i falë 5 vaktet, i premtohet xheneti. Allahu i rujt. A ka ndonjë fjalë që duhet ta themi, lutje që Zotit na afroj në fe, nuk me jepet thot të fal namaz. Unë të këshilloj ta bësh një lutje të cilën ja mësoi profeti alayhis salam njërit prej shokëve të tij, që ta bënte pas çdo namazi. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, më ndihmo që të të përmend ty, të të falenderoj ty dhe të të adhuroj ty në formën më të mirë. Bëje edhe ti këtë lutje. Fal namazin në Shqip thot 100%, të plot, a është i pranueshëm dhe të 5 namazet me zë. Atëherë, namazi falet si që ka fal profeti alayhis salam. Thuhen fjalët si që ka thënë profeti alayhis salam. Ndërsa Shqip, ti në sejdë mund të lutesh pra Shqip. Mund të shprehësh Allahut të lartësuar nevojat, dëshirat që ke. Ndërsa fjalët tjera, namazit, pra tekbiri fillestar, surja Fatiha, thuhen si që ka thënë profeti alayhis salam. Namazi është universal. Ndërsa lutjet që ti bën pastaj, ato bëj në çfarë gjuhë ti ke dëshirë. Pra lutesh Shqip, i lutesh Allahut të lartësuar Shqip, Zoti i gjithësisë dëgjon gjithçka. Përsa i përket 5 namazet me zë, ne falim 3 namaze janë me zë, ndërsa 2 të tjera pa zë. Kam fillu me i fal 5 kohë namaz, po s'po munde mirë me u koncentru. Po tutna, mos po gaboj, çfarë të bëj? Allahu i lartësuar e di njetin, e di qëllimin tënd. Elhamdulillah që ta ka mundësu i madhi Zot me i fal 5 vaktet. Ti përpiqu, pra përpiqu që mos gabosh. Nëse gabon, përmirësoje gabimin, nuk ka asnjë problem. Dhe me kalimin e kohës, inshallah mëson. Allahu i rujt, Zoti ju pranoft dhe Allahu ju forcoft. Selam aleikum hoxh, a mundet të agjerojmë tani ditët që nuk i kemi agjeruar për Ramazan? Wa alaikum assalam wa rahmetullah. Kush ka borxhe prej muajit Ramazanit, pra mund t'i agjeroj tani. Deri Ramazanin tjetër, ke kohë, gjithsesi shpejto në shlyerjen e borxhit. Sepse borxhi Allahut lartësuar është më parsor për të shlyer. Zoti ju rujt. A lejohet të marrësh Kur'an nga xhamia? Duke marrë leje nga përgjegjësi? Po, Allahu i rujt. A bën me fal namaz sabahu pa abdes? Asnjë namaz nuk bën me fal pa abdes. Një ndër kushtet
që të quhet namazi është pastërtia e abdesi. La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allahu nuk e pranon namazin e dikujt pra që e ka prish abdesin derisa të marrë abdes. Kështu kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam. Prandaj me marrë abdes, pra me u pastru me marrë abdes, me fal namazin, Zoti ju rujt. Përshëndetje, a bon me u fal me telefon përshëndetje, përderisa nuk di të falesh, pra i lexon fjalët në telefon, shkruan Google falja e namazit për fillestar, të del një flet palosje, ose për shembull i shkruan në një letër fjalët, apo mban flet palosje para, ose i lexon telefon, nuk ka asgjë, derisa të mësosh nuk ka asnjë problem. Allahu ju rujt, Allahu ju amundesoft, ta mësoni dhe ta falni namazin. Zoti ju rujt. Çfarë është problemi i muslimanit që fal namaz nate? Allahu i lartësuar përmend në surën Sejdë, ku thot, ata ngrihen nga shtrati, i luten Zotit të tyre. Në ajetin tjetër, Allahu i lartësuar përmend dhe thot, askush nuk e di çfarë gëzimesh u janë fshehur atyre, pra në jetën tjetër, si shpërblim i asaj, pra i punëve që ata bën, që vepruan. Kështu që namazi i natës ka shpërblim të madh. Po ashtu është shenjë falënderimi, e nëse ne falenderojmë Zotin e gjithësisë, Zoti i gjithësisë i shton mirësitë. Profeti alayhis salam fale gjatë natës saqë i ajteshin këmbët. E kur Aisha, Zoti qoftë i kënaqur prej saj, e pyet pra se ty t'janë falur të shkuarat dhe të ardhmet, ai thot, a mos jem rob falënderues? Lënia e namazit, a është mëkat që falet? Namazi është shtylla e dytë e Islamit. Është urdhër i Allahut të lartësuar. Zoti i gjithësisë i ka urdhëruar besimtarët dhe besimtaret në mbi 72 ajete në Kur'an për me fal namazin. Mos zbatimi i këtij urdhri është mëkat i madh, Zoti na rujt. Namazi është lidhja e robit me Zotin e gjithësisë. Nëse njeriu e fal namazin, është shkak që ja mundëson futjen në xhenet. Kështu që nëse ndodh që dikujt i është dobësuar imani, besimi, e kalon namazin, le të reflektoj. Sepse Allahu i lartësuar është falës, është mëshirues, fal shumë. Dhe nëse ka ndodhur që e kelon namazin, filloja prap. Ktheu ke Zoti i gjithësisë. Allahu i do robrit, i do ata që pendohen. Përshëndetje, jam e martuar, po vjera përzihet krejt senet, ku dal me burr. Përgjithësi çka me bë në këtë rast? Përshëndetje, të këshilloj që sjellja jote me nënën e bashkëshortit tënd pra të jetë në formën më të mirë. Ndërsa problemet, lere bashkëshortin të zgjidh ai me nënën e tij. Pra çdo problem, lere bashkëshortin të zgjidh ai. Ndërsa ti mundohu të tregohesh e sjellshme me çdo njeri. Pra problemet të tilla lere bashkëshortit të zgjidh, sepse fundja ti po del me bashkëshortin tënd, po i bindesh bashkëshortit tënd. Problemet të tilla le të zgjidh ai. Selam, a lejohet që ta shtym pak namazin deri pa hyrë tjetri, nëse jemi në punë? Aleikum selam wa rahmetullah. Kur je në punë, ose pra nuk je pranë xhamis, nuk është kusht që namazit falet sa po ka hyrë koha. Pra, ndoshta mund ta falësh pak më vonë. E rëndësishme të falet namazi brenda kohës. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Kështu që brenda kohës, pra kur ta gjesh mundësinë, e fal namazin. Allahu të rujt. A bën me i hudh sejadet e vjetruara, apo duhet të digjen? Allahu i ruajt. Amin, Allahu i rujt edhe ju. Nuk ka asnjë problem. Pra, mund t'i hedhësh, mund t'i djegësh, përderisa ka ndalë jashtë përdorimi, nuk ka asnjë problem. Zoti i rujt.
Përshëndetje hoxh, a bon me përdor shampo për flokët se po mbin shumë? Ju përshëndes. Përshëndetje, po bon, nuk ka asnjë problem. Zoti ju rujt. Selam aleikum hoxh, a lejohet për femrat të falen në vende të hapura? Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Po lejohet. Nuk ka ndalesë. Zoti ju rujt. Selam aleikum hoxh, a quhet namaz natë në orën 11? Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Mbas namazit të jacis, quhet namaz natë. Zoti ju rujt. Hoxh, që ti bëjmë atyre që na shajnë, pa i ngacmuar dhe pa i thënë asgjë, a ti shajmë dhe ne? Jo. Se cili tregon moralin e tij. Ti je besimtar. Ti duhet pra të kesh një sjellje tepër të mirë. A e ndjekim profetin sallallahu alaihi wasallam? Nëse pretendojmë ndjekjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë duhet ta ndjekim edhe në sjelljen e tij, moralin e tij. Profeti alayhis salam nuk shante, nuk ofendonte, nuk tallte. Le ta ndjekim profetin sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar çfarë thot në Kur'an? Kur atyre u drejtohen ignorantët me fjalë ofenduese, ata thon paqe. Kështu që e ti jetë sjellja jote e mirë, ti tregon sjelljen dhe moralin tënd. Allahu të rujt. Selam aleikum hoxh, në ditën e xuma, a falen 4 rekat sunet para farzit kur je në xhami? Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Në ditën e xuma, para se të fillojnë hutben imami, ti ke mundësi me bë dhikr, me lexu Kur'an, me fal namaz sa të kesh mundësi. Namaz vullnetar. Para se me fillu hutbja. Pra e shfrytëzon këtë kohë me adhurime të ndryshme. Ndërto lexim Kurani, ndërto lutje, dhikr, falje namazit, pra namaz vullnetar. Allahu i rujt. Burri më thot, ti je xheneti jem. A është mëkat që më krahason me diçka perfekte të Allahut? Falenderoje Zotin që të ka begatu me i bashkëshort të tillë. Ndoshta ai e thot që je xheneti i tij, sepse je shkak që ai me lejen e Allahut të lartësuar të fitoj xhenetin, duke u sjell mirë me ty, duke të dhuru dashuri. Dhe ndoshta pra bëhesh shkak që të fitoj xhenetin real. Gjithsesi nuk ka gjë, pra fetarisht nuk ka gjë. Allahu i rujt, Zoti do thont lumturi. Hoxh, ëndrat që i shoh kanë edhe kuptime të këqija. Ç'a mund me bë që mos ndodhi? Kur shikon një ëndër të keqe, mos ja tregoj njeriu. Në momentin që shef një ëndër të keqe, thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bën sikur bështyen nga krahu i majt 3 herë, ndrysho krahun e fjetjes dhe atë ëndër mos ja tregoj njeriu. Me lejen e Allahut lartësuar, asgjë e keqe nuk të qen. Selam aleikum hoxh, a bëhet hatme për dikën e familje për risk, shëndet, bereqet? Aleikum salam wa rahmatullah. Për risk, shëndet dhe bereqet bëhet lutje. Dërsa personi në fjalë, pra nëse është sëmur, mund t'i lexosh Kur'an. I lexon Kur'an dhe normal, Kur'ani është shërim për besimtarët. Pra nëse dikush është sëmur, i lexon. Zoti i rujt. Selam aleikum hoxh. Kur je me menstruacione, a mundet të lexojsh libra për fenë islame? Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Po mund të lexosh. Mund të lexosh pra libra për fenë islame. Zoti i rujt. Si mund të heqim i rishet që na dalin në duar? A është e lejuar? Përshëndetje, po e lejuar është. Unë të mësoj një dua profetike, që me lejen e Zotit do të shërohesh. Vendose gishtin tregues në tokë, pastaj ngrije dhe vendose tek vendi i rishit dhe bëje këtë dua. Selam aleikum hoxh. Si të falim namaz nate? A mund të fali vetëm 2 rekate? Zoti i rujt. Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Po mund të falësh vetëm 2 rekate, por unë të këshilloj që pra rekatën e fundit të jetë vitër. Pra sepse vjen hadith profetit alayhis salam,
Bëjeni që namazi i fundit i natës tuaj pra të jetë vitër. Kështu kuptohet për një hadithit profetit a.s. që transmetohet tek Sahihu i Bukharit dhe Muslimit. Allahu i rujt. Kam gjetur një vezë brenda një tulle në shtëpi, edhe veza u nxor me zor. Ishte ndonjë magji? Mund të jetë, gjithsesi edhe nëse është magji. E merr, lexon ajetin Kursi, lexon 3 suret e fundit të Kuranit, e thyen, edhe me lejen e Allahut të lartësuar nuk ju gjen asgjë. Zoti ju rujt. Hoxh, du të falem, thot, në 1 të natës, thot. Kam mësuar fjalët, suret e namazit në gjuhën që duhet, por ngatroj 1-2 fjalë. Ka gjë? Allahu të rujt, Allahu ta pranoft namazin, nuk ka asnjë problem. Pra nëse ndodhe bën gabimisht, pra ngatresën, nëse e kupton që e bërë gabim e përmirëson dhe nuk ka gjë. E nëse nuk e di, pra nuk e di se ke gabuar, atëherë Allahu i lartësuar e di qëllimin tënd, e di që ti do ta falësh në formën më të mirë. Kështu që falu, lutë Zotin e gjatësisë, se Allahu i lartësuar pra është ai që i pranon lutjet. Selam aleikum Hoxh. Si të veprojmë me njerëzit ku na thon je në rrugën e gabuar ose ekstremist, pse ndjekim Kur'an dhe Sunnet? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Thuaj unë ndjek Kur'anin dhe Sunnetin, sepse Allahu i lartësuar më urdhëron në Kur'an që me ju bind atij dhe me ju bind të dërguamit alayhis salam. E nëse kjo të duket ekstremizëm, thuj, bindja ndaj Allahut lartësuar, atëherë pyet e veten, thuj, si ke punët me fen. Më mirë, thuj, të mshuash ti ashtu e ke Zoti i gjatësisë, ti jem në rrugën e drejtë, se sa, thuj, të më shuash i moderuar, se po shkel urdhrat e Zotit gjatësisë. Prandaj vlla im, syno kënaqësinë e Allahut lartësuar. Përmbaju Kur'anit dhe porosive të profetit alayhis salam, se kënaqësia e njerëzve është çështje që nuk arrihet. Hoxh, cila është arsyeja nëse priton me fal namazin, s'ke vullnet, si të jemi më të vullnetshëm? Normal, shejtani mundohet që ta pengoj robin nga falja e namazit, nga kryerja e këtij adhurimi të madh. Gjithsesi ka gjëra që e ndihmojnë robin të ketë vullnet, të ketë zell me fal namazin. Ndërto, është kujto madhështinë e Zotit gjatësisë. Namazi është një urdhër prej urdhrave të Allahut lartësuar. Takim me Zotin e gjatësisë, mendoje këtë gjë. Ku ka më mirë se të kesh një takim pra 5 herë në ditët me krijuesin e gjatësisë. Mendo për këtë namaz që ky është dritë, është shkak për shpëtimin tënd. Në botën tjetër, mirësia e madhe është namazi, dhe vazhdimisht lutet Zotin e gjatësisë që të ndihmoj ta adhurosh atë. Vazhdimisht, Allahu i rujt. Çfarë lutje duhet të bëjmë nëse kemi frikë se dikush mund të na bëjë magji, thot në ushqim? Nëse këto janë thjesht hamendësime, unë të këshilloj që mos hamendësosh, mos mendosh keq për të tjerët. E nëse je e bindur, atëherë mos e haj atë ushqim. Mos e haj atë ushqim. Ndërsa ushqimin përgjithësi, para se të hash ushqimin, thuaj bismillah. Zoti i rujt. Pse është haram floriri tek meshkujt? Sepse Muhamedi alayhis salam e ka ndaluar përdorimin e floririt për meshkujt. Dhe ne nga dashuria e madhe që kemi për Muhamedin alayhis salam, nuk përdorim floririn. Pra ne si meshkuj nuk e përdorim, kjo nga dashuria e madhe që kemi për Muhamedin alayhis salam. Elhamdulillah, ka shumë gjëra tjera me të cilat mund të stolisen meshkujt. Lerja disa gjëra femrave. Më pas, po të shikosh, kanë zbuluar kohët e fundit pra që floriri tek meshkujt është i dëmshëm. Gjithsesi ne nga dashuria e madhe që kemi për Muhamedin alayhis salam, diçka që ai ka thonë, ndaluni prej saj, ne ndalemi dhe se kemi problem. Përshëndetje Hoxh, nuk po mecën asgjë, a mund të më ketë harru Zoti? Përshëndetje, Allahu i lartësuar nuk harron askënd, por ti mos ndoshta i ke harruar urdhëresat e Zotit, gjithsesi të këshilloj të kthehesh tek ai. Selam aleikum Hoxh, cili profet ndërtoi Shaben bashkë me djalin e tij, Musai apo Ibrahimi? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Profeti i cili ndërtoi Shaben bashkë me djalin e tij është profeti i Zotit Ibrahimi alayhis salam.
e ndërtoi Qaben bashkë me djalin e tij Ismailin alayhis salam. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismail." Kur Ibrahimi ndërtoi Qaben bashkë me Ismailin. Pra, profeti që ka ndërtuar Qaben është Ibrahimi bashkë me djalin e tij Ismailin alayhima assalam. Selam aleikum hoxhë nderuar. Nëse hajmë mishderi thot pa e ditë që është mishderi, ana falet, a o haram? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Nëse besimtari nuk e di diçka ose e bën diçka gabimisht, pra këtu Allahu i lartësuar çfarë thot në Kur'an? Wa laysa aleikum junahun fima akhta'tum bih. Pra nuk ka gjunah për ju për ato gjëra të cilat ju i bëni gabimisht. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Por gjunah keni pra për ato gjëra që zemra juaj i bën qëllimisht. Gjithsesi besimtari duhet që të kujdeset për ato gjëra që ha. Pra të interesohesh për mishin që konsumon, sepse mishi i derit është haram. Allahu i lartësuar ka ndaluar në Kur'an. Zoti ju rujt. Selam aleikum hoxha, ekzistojnë fëmijët me flatra ose dragua? Nëse po, na flit për to. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Në fenë islame nuk ka asnjë argument që tregon se ka fëmijë që lindin me flatra. Allahu i lartësuar përmend në Kur'an për melajket. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', i cili i ka bërë engjëjt të dërguar me flatra 2 edhe 3 edhe 4. Kështu e përmend Zoti i Gjithësisë në Kur'an për melajket, por jo për njerëzit. A është e vërtetë që njeriu është në fenë e shokut të tij? Njeriu ndikohet prej shokut të tij. Është një hadith i profetit alayhis salam ku thot el mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Njeriu është në fenë e shokut të tij, prandaj çdo njeri le të shikoj se me kënd shoqërohet. Kështu kuptohet prej hadithit profetit alayhis salam. Normal, besimtarja duhet të kujdeset se me kënd shoqërohet. Në mënyrë që shoku pra të jetë nxitës për punë të mira, të jetë nxitës për t'u afruar tek Allahu i lartësuar, për t'u larguar nga punët e këqija. Dhe patjetër besimtari duhet synoj që atë shokun, pra ti e do si shok ose e do si shoqe, duhet që synosh të jesh me të edhe në xhenet, në botën tjetër. Përshëndetje hoxh, kam parë në ëndër sikur po veja në Qabe. Çfarë kuptimi ka? Përshëndetje. Transmetohet në një hadith prej profetit alayhis salam se, pra siç kuptohet prej hadithit, nëse ndonjëri shikon një ëndër që e do atë, ajo është prej Allahut. Kështu që, inshallah, kjo ëndër është ëndër e mirë, ti me lejen e Zotit Gjithësisë, do ta vizitosh Qaben. Allahu ju rujt. Ne që falim vetëm xhuman, çfarë shpërblimi kemi dhe ana quhet pa falur farzet? Ata që falin xhuman i përgjigjen një thirrjeje që i Madhi Zot, një urdhër që i Madhi Zot ka bërë në Kur'an: o ju që keni besuar, kur të thirret për namaz në ditën e xhuma, shpejtoni në përmendjen e Zotit dhe lëreni tregtin, pra shitblerjen. Dhe ata që i përgjigjen kësaj thirrjeje, i përgjigjen thirrjes të Madhit Zot, urdhrit të Allahut të lartësuar. Dhe normal, kush zbaton urdhrin e Allahut të lartësuar ka shpërblim të madh. Shumë njerëz e kanë filluar me namazin e xumas, dhe qëllimi të jetë që me kalimin e kohës ti fillosh 5 vaktet. Allahu ju rujt, Allahu ju forcoft. Selam aleikum hoxh, nëse shkon në umre, a duhet patjetër me shku në haxh pate e spate? Aleikum selam wa rahmetullah. Haxhi është një prej 5 shtyllave të Islamit, por është detyrë një herë në jetë për atë që ka mundësi. Një herë në jetë për atë që ka mundësi është detyrë shtylla e 5 të Islamit, haxhi. Ndërsa një njeri për shembull mund të ketë
disa para, por nuk e plotëson atë shumën për haxh dhe ka dëshirë të shkojnë për umre, shkon. Më vonë nuk i jepen mundësit me shku për haxh. Detyrë haxhi është kur ti kesh mundësit. Nuk i ke mundësit, nuk shkon në haxh. Normal, dëshira është që gjithë shkojmë në haxh dhe ta lutim Allahun që të na mundësoj me e kry shtyllën e 5 të Islamit. Por haxhi është detyrë vetëm për atë që i ka mundësit. Hoxh, nëse falim vetëm drekën ose jacin, e falim thot 2 rekate namaznate, bën të falim 1 vitër apo e lejmë. Pra ti falke namazin e drekës edhe të jacis, do të falësh edhe 2 rekate namaznate edhe vitrin. Çdo njeri mund të falë namaznate, por obligim dhe që duhet t'i kushtojmë rëndësi janë 5 vaktet. Shtylla e 2 e Islamit. Kush i fal 5 vaktet i premtohet xheneti. Pra këtyre duhet t'i kushtojmë rëndësi të madhe, 5 vakteve. Ndërsa më pas, pra vitri, namaznate e me radhë, namazet vullnetare. Ndërsa detyrë kemi 5 vaktet. Gjithsesi a mund të falësh? Po mund të falësh. Pra fal 2 rekate, fal vitrin, po mund të falësh. Mund të falësh më shumë. Pra, por ajo që unë të këshilloj është 5 vaktet. Selam aleikum hoxh. Në kohët e sotme vështirë thot me gjet nuse. Ana këshillon ta gjejmë thot nga Instagrami. Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Unë të këshilloj që ta gjesh ashtu siç e kanë gjetë shumica. Të mundohesh që lidhjen e martesës ta bësh ashtu siç kënaqet Allahu i lartësuar. Mundohu të interesohesh, të pyesësh për të, kush është, familja, fisi, çfarë sjellje ka, çfarë morali ka. Ndërsa në Instagram ndodh që del edhe burr. Selam aleikum hoxh, në shkollë na japin libra tek letërsia që flasim për Dante dhe Jezus. Thot, është shirk? Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Thjesht leximi i diçkaje, pa pas bindje në të, nuk është shirk. Pra, nëse ne lexojmë për shembull besimin e një të krishteri apo një hebreu, kjo nuk do të thotë se është shirk, përderisa ne nuk e besojmë diçka të tillë. Pra ne besojmë se Isa alayhis salam është robi i Zotit, është i dërguari i Tij, është njëri ndër dërguarit më të zgjedhur. Besojmë se Allahu i lartësuar është një i vetëm, pa shok, është një i vetëm i cili meriton të adhurohet. Pra nëse ne kemi këtë besim, atëherë nëse lexojmë diçka, pra kjo nuk do të thotë se është shirk leximi, Zoti të ruajt. Hoxh, namazi i natës ka kohë të falet deri në imsak apo deri në hyrjen e kohës namazit sabahut? Namazi i natës fillon mbas namazit jacis deri pra në daljen e agimit. Pra deri në kohën kur hyn namazi i sabahut. Madje profeti alayhis salam përmend hadith. Çfarë thotë? Thotë namazi i natës, siç kuptohet prej hadithit. Namazi i natës është 2 rekat, e kur ndonjëri pra ka frikë sabahun, atëherë fal 1 rekat, pra vitri. Kështu që koha më e mirë është koha e fundit. Pra 1/3 e fundit e natës. Allahu i ruajt. Ai lejohet familjes të thotë jo për martesë nëse djali si ka kushtet. Nëse familjarët shikojnë që disa çështje pra që ata i kanë parsore, ky person nuk i plotëson ato kushte, ato kritere, i thonë jo. Dhe normal çështja pra diskutohet me vajzën. Dhe përderisa nuk i plotëson kushtet ky person, i thonë jo, nuk ka asgjë. Normal, profeti alayhis salam porosit në një hadith, thotë, nëse ju vjen ju dikush që jeni të kënaqur me fenë e tij, me moralin e tij, martojeni atë. Por dikush e shef për shembull ai nga çështja e fesë, nuk është aty ku duhet. Morali i tij, lepër dëshiruar, ka vese të këqija, nuk është i përshtatsh. I thotë jo, dhe s'ka gjë. E kam shikimin të dobët, thotë syve. Dua të kem edhe një fëmijë, thotë po kam frikë se po më humbet shikimi.
E lusë Allahun e lartësuar që të ta lehtësoj çdo gjë. Ajo që unë të këshilloj është patjetër lutja, duaja. Allahu i lartësuar është ai që i përgjigjet lutjeve. Mos e humb shpresën tek Zoti i gjithësisë. Dhe patjetër, krahas lutjes, shpresës madhe tek Allahu i lartësuar, mos i neglizho edhe shkaqet mjekësore. Pra të konsultohesh edhe me mjekët, lusë Allahun e lartësuar që të ta lehtësoj. Shpresën tek Zoti kur mos e humb. La taqnatu min rahmetillah. Mos e humbni shpresën tek mëshira e Zotit. Allahu ta lehtësoft dhe të begatoft me fëmijë. Amin. O hoxh, ku është dallimi në fenë katolike dhe islame? Allahu të rujt. Amin, Allahu të rujt edhe ty. Dallimi është ke baza, çështja kryesore, që është adhurimi i Allahut lartësuar. Ne si musliman besojmë një Zot të vetëm, Allahun e lartësuar. Kul hu Allahu ahad. Thuaj, ai Allahu është një i vetëm. Allahu samed, ai është absoluti. Lem yelid wa lem yulad, ai as nuk ka lindur kënd dhe as nuk është i lindur. Ne si musliman besojmë dhe adhurojmë vetëm Allahun e lartësuar. I nënshtrohemi vetëm krijuesit të gjithësisë. Besojmë dhe pasojmë profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, si vula e profetëve. Profet për të cilin ka përgëzuar edhe vetë Jezusi, Isa alayhi. Selam aleikum hoxhë nderuar. Kam një borxh për 10.000 euro, s'po muj i kthej. A mundem thot futem kredi që ta paguaj? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allahu e ka lejuar shitblerjen dhe e ka bërë të ndaluar kamatën. Këshilla ime është që mos hysh kamat. Nuk ka hajër në to. E ka ndalu i madhi Zot. Nëse ke mundësi, ose të negocjosh, ose të gjesh borxh diku tjetër ta shlysh, ose të shesësh diçka një pronë që ke, por në kamat kur mos hyj. E lusë Allahun e lartësuar pra mos merr kredi. Zoti ta lehtësoft dhe luta Allahun e lartësuar, merri shkaqe të përpiqur se Zoti i gjithësisë ka për të ta lehtësuar përderisa ti synon halallin. A lejohet të falësh namaz vetëm një herë në ditë 2 rekate, dhe nëse po, a mundem ta fal në kohë të ndryshme? Nëse je person që nuk fal asnjë namaz, unë të këshilloj që ta fillosh me farzet. Pra filloje me sabahun, i cili është 2 rekate. Është në kohë të caktuar. Inna salate kanat alel mu'minina kitaban mawquta. Namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Filloje me sabahun. E nëse interesohesh pra namaz vullnetar, atëherë namaz vullnetar mund të falësh pra në çdo kohë që dëshiron, përveç në 3 kohë që është mbas sabahut derisa ngrihet pra lind dielli dhe ngrihet sa një shtiz, kur dielli është në kupën e qiellit, pra derisa të anoj nga perëndimi, dhe mbas ikindis deri në perëndimin e diellit, pra përveç këtyre kohëve, kohët tjera kur dush mund të falësh namaz vullnetar, që ti do me fal namaz vullnetar. Allahu ju ruaj, gjithsesi unë ju këshilloj që me i kushtu rëndësi farzit, sepse janë shtylla e dytë e Islamit, shtylla më e rëndësishme mbas shahadetit. Kush i fal 5 vaktet i premtohet xheneti. E ti me që pas këtë dëshirë me fillu, unë të këshilloj ta fillosh me sabahun. Filloje me namazin e sabahut dhe luta Allahun e lartësuar që të ta mundësoj ti falësh të 5 vaktet. Është mirësi e madhe. Lum ai njeri që ja mundëson i madhi Zot. Selam aleikum hoxh, a quhet namazin nëse kam pantollat thot e shkyera rreth 2 cm? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Atëherë vlla, duhet ta dim që mbulimi i auretit është prej kushteve që të quhet namazi. E nëse pra ajo pjesë e shklyer është tek pjesa e auretit, atëherë duhet mbulohet kur të falësh namazin. Pra sepse është prej kushteve që të quhet namazi. E nëse është pra pjesë tjetër e trupit, atëherë pra nuk ka problem inshallah, ndërsa ke pjesa e auretit për shembull tek burrat, nga kërthiza deri tek zhuri, duhet që të mbulohet. Allahu të rujt.